Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po takohemi sërish së bashku edhe ditën e sotme, këtë herë për të zhvendosur në një ambient shumë të bukur. Do të kalojmë tek ditëlindja e Luna Mari. Dita e djeshme ishte një ditë e bekuar për çiftin Nelly, ku vajza e tyre, Luna Mari, mbush një vit të plot jetë me dashurinë më të madhe të familjarëve, me dashurinë më të madhe të miqve, kolegëve të punës. Kiara dhe Luizi për orë të tëra kanë organizuar një fest fantastike, ku mes njerëzve të tyre më të dashur, që në fakt ato i kishin vlerësuar si njerëzit më të afërt, kanë ndarë kënaqësinë, lumturinë dhe gëzimin e një prindit në rritjen e fëmijës së tyre. Edhe pse Kiara nuk është se bëri një fest me lindjen e Lunës, me ardhjen e saj në jetë, festën e kanë lënë për ditëlindjen e saj të parë dhe ditëlindja ishte diçka maramëndse. Nga video që tash do të shfaqen në këtë komentim që unë po bëj, ju do të shikoni momente të bukura mes miqve, familjarëve, festës së bukur që Luizi dhe Kiara kanë organizuar për të bijën e tyre. Dje me 1 maj të vitit 2025, në Tiranë organizua një fest më madhështore dhe më të komentuara të vitit në rrethet e showbizit shqiptar. Ditëlindja e parë e Luna Mari Eilit, vajzës të këngëtarit të dashur Luiz Eilit dhe moderatores elegante Kiara Tito. Ishte një ditë që do të kujtohet gjatë, jo vetëm për prindërit, por edhe për të gjithë ata të pranishëm që patën fatin të jenë pjesë e një feste të mbushur me emocion, dashuri dhe luks të kuruar deri në perfeksion. Luna Mari është fryti i dashurisë së një prej çifteve më të dashur të publikut. Ajo erdhi në jetë pas finales së madhe të Big Brother VIP Albania 2, një format që ndryshoi rrënjësisht jetën e Luizit dhe Kiarës. Ata e ndanë historinë e tyre me miliona shqiptar, që jo vetëm i ndoqën me pasion, por që i përqafuan si pjesë të jetës së tyre. Pas një lidhje që u formua para syve të publikut, ardhja në jetë e Lunës ishte kurorëzimi një dashurie që i rezistoi sprovave të famës, presionit dhe syve të opinionit publik. Festa u mbajt në një ambient luksos, të përshtatur enkas për të krijuar një atmosferë fëmijërore, ndërimtare dhe po aq elegante. Organizimi ju besua studios së njohur Stara Event, të cilët janë kthyer në sinonimin e klasit dhe kreativitetit në ngjarje të rëndësishme. Tema e festës ishte një përzierje botës së prallave me ngjyrat pastel, tullumbat të stileve të ndryshme, qirin të personalizuar, detaje floriri dhe ndriçime të buta që e bënin ambientin të dukej si një kopësht magjik ku çdo detaj fliste për dashurinë. Një cep special ishte dedikuar për kujtimet e Lunas, një galeri me foto nga momentet e para të lindjes së saj, kujtimet e muajve të parë dhe momentet e dashurisë së pakushtëzuar me saj dhe prindërve të saj. Ishte një hapësirë që nuk la askënd pa lot, përfshirë edhe të ftuarit VIP që janë mësuar me emocionet të ekranit. Vëmendjen më të madhe e rrëmbyen padyshim Kiara dhe Luna, të cilat ishin veshur në mënyrë identike, një fustan princeshash me ngjyrë të kremt, me tyl të butë, detaje të florinta dhe kuror shumë të vogël në kokë. Fotot e tyre bën xhiro në rrjeteve sociale dhe morën komente të shumta nga ndjekësit, të cilët shprehën entuziazmin dhe adhurimin e tyre për këtë nën e bi që tashmë janë bërë ikona familjare në publikun shqiptar. Në fakt, dua të ndaloj pak këtu. Ajo që më ra në sy në këtë fest kaq të bukur ishte veshja që Kiara dhe Lunushi kishin përzgjedhur. Kiara dhe Lunushi kishin përzgjedhur një veshje shumë interesante. Do të thënë, e para njëherë ishte një fustan me ngjyrën gold dhe e dyta ishte një moment shumë i bukur, do me thënë një fustan i kaltërt ku Kiara nuk u ndrua, por Luna ndryshoi fustanin 2 herë dhe kjo e bëri që të jetë në shenjë të vëmendjes në festën e madhe të organizuar në ditëlindje.
Kiara me një buzëqeshje të butë dhe shpirt të mbushur me emocion, u shpreh për miqtë e saj të afërt se ky është momenti më i bukur i jetës time dhe nuk e ndroi me asnjë gjë në botë, ndërsa Luizelli me sytë që nuk i ndaheshi vogëlushes, kishte zgjedhur të mos fliste shumë, por sytë e tij tregonin gjithçka. Ai ishte aty si babam, si mbrojtës, si një njeri që e ka gjetur qetësinë e shpirtit në krahët e familjes së tij. Në këtë ditë të veçantë, nuk munguan as emocione që vinin nga muzika live e festës si u bashkuan artistë të mëdhenj të skenës së mrekullueshme shqiptare. Valbona Mema, një prej këngëtareve më të dashura të muzikës popullore, emocioni i interpretimit të saj i dhan festës një shpirt të ngrohtë dhe autentik. Klajdi Haruni dhe Bruno, me zërat e tyre të ëmbël, performuan këngë të dashurisë dhe të jetës që u përjetuan me shumë duar trokitje, dhe Fifi, që ka një lidhje të veçantë me çiftin, solli emocione të sinqerta në performancën e saj, duke i dedikuar një moment të veçantë vogëlushes. Artistët nuk ishin aty thjesht për të kënduar, ata u bën pjesë e festës, kërcyen me fëmijët, përqafuan lunën dhe ndan çaste miqësie dhe dashurie të sinqertë me çiftin edhe me familjen. Atmosfera ishte shumë e ngrohtë, festive dhe tepër emocionale. Të gjithë të pranishmit, që nga familjarët më të afër dhe deri tek miqtë të ftuar VIP, e ndjen këtë ditë si një moment të veçantë që do të mbahet mend në kujtesën e tyre. Ishin aty gjyshëri që e kanë pritur këtë ditë me padurim, nëna e Kiarës dhe nëna e Luizit, nëna e Kiarës Blerta dhe nëna e Luizit Angelina. U emocionuan deri në lot, teksa e shihnin besën e tyre duke festuar, të rrethuar nga dashuria e madhe. Disa prej kolegëve të Kiarës në Top Channel si dhe miq të Luizit, nga bota e muzikës dhe nga periudha e Big Brother VIP, ishin gjithashtu të pranishëm. Ata u shprehën se Luna është ylli i vërtet i familjes, Eli dhe Tito, dhe simbol i një fillimi të ri për një çift që për një vit e gjysmë ka jetuar në zemrat e publikut. Ajo që ndodhi ditën e djeshme në Tiranë nuk ishte thjesht një ditëlindje, ishte një manifestim dashurie, prindërimi, bashkim familjar dhe suksesi në jetë e zemër. Luizi dhe Kiara, përkundër famës, kanë zgjedhur të ruajnë autenticitetin dhe thjeshtësinë. Në këtë fest nuk mungoi luksi, por nuk mungoi as prullësia, as mirënjohja dhe mbi të gjitha, nuk mungoi lumturia e sinqertë. Ky ishte vetëm një kapitull i parë i udhëtimit të gjatë për Luna Marin, një vajzë që lindi në një botë të mbushur me dashuri dhe që pa folur ende ka arritur të na emocionojë të gjithëve. Do të thënë, pa folur ende ka arritur të na emocionojë të gjithëve. Kjo ishte festa e cila ishte krijuar për Lunën ditën e djeshme nga dy prindërit e saj. Ju e pat që në këtë fest ishte edhe zonja Angelin, që do të thënë ka udhëtuar enkas nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të qenë në festën e parë të mbesës së saj dhe të djalit, edhe pse ju e dini shumë bukur që gjyshja në këtë rast, zonja Angelin, ka një marrëdhënie shumë të afërt me Lunën, sepse ajo kujdeset gjatë gjithë kohës. Edhe në një intervistë të Kiarës, Kiara ka treguar që vjera e saj nuk e ka lënë që të merr dado, por të kujdeset ajo për vajzën, edhe pse nga shëndeti e dim bukur fort që zonja Angelin nuk është mirë, por gjithsesi duket shumë e fortë dhe duket shumë e lumtur, i kishte përzgjedhur të vishet me ngjyrë të kaltërt, domethënë e përafërt me fustanin të dytë që Luna Mari kishte përzgjedhur të vesh në festën e saj të mrekullueshme. Por në anën tjetër ishte edhe nëna e Kiarës, të cilët dhe babai i saj, të cilët kanë udhëtuar nga Italia enkas për këtë festë ditën e djeshme, shumë të lumtur, kanë kërcyer, janë të fryer, por njëkohësisht edhe aktorët të Portokallis, por edhe të gjithë miqt të cilët ishin të ftuar. Ajo që në fakt më ra në sy është shoqëria që tashmë kanë krijuar edhe Petrina, që dikur ishte nën menaxhimin e Luizit, do të thënë ishte e vendosur nga produksioni Top Channelit që të menaxhonte koncertet e Luizit, dhe sot është në festën më të bukur të Lunës dhe në rritjen të vazhdueshme të Lunës.